emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin tonë falenderojmë për ti ndihmë, falem, shteti kërkojmë mbi të dashurin e zemrave tona, mbi të dashurin e Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë vëllezër dhe motra kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paqja, bekimet, begatia Allahu xhalleshanu qoftë mbi ne, qoftë mbi ju. E bof Zoti këtë mësim, falje për gjunahet tona, e boft atë forcim për zemrat tona në rrugën e drejtë, e boft atë mezhlis i cili na ndihmon të fitojmë prej asaj diturie nga e cila ka dobi. E lusim Allahun xhalleshanu ta rrethoj mezhlisin ton me melajket e tij, të zbrespitoj mëshirën e tij, e të na përmend neve të gjithë pa përjashtim në një mezhlis që është më i mirë se sa mezhlisi ynë. Mezhliset e Allahu xhalleshanu janë mezhliset që i përmend Zoti në qiell dhe janë mezhliset e xhennetit. Allahu xhalleshanu na bëf për atyre që u përmendet emri në qiell dhe për atyre që i bashkon Allahu xhalleshanu në mezhliset e tij, në xhennetet e tij. Po flasim për stacionet e rrugës së besimit, të udhëtimit të besimit. Jemi ndalur tek një stacion që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, stacioni i pendimit, stacioni i kthimit tek Allahu xhalleshanu. E kemi quajtur ndryshe stacioni i fillimit, i mesit dhe i fundit, stacioni i cili i përfshin edhe pejgamberët, edhe besimtarët, edhe gjunahqarët, stacion pa të cilin nuk bën asnjëri. Ajo është një nga dyert që afrojnë njeriu tek Zoti, është nga dyert e mirësisë. E shumë për njerëzve shkojnë tek Allahu xhalleshanu duke trokitur në derën e pendimit. Është një veprim që e pëlqen shumë Allahu xhalleshanu dhe Zoti e urren dhe e mallkon atë njeri i cili nuk pendohet. Prandaj thirrja për pendim i drejtohet besimtarëve dhe pendohuni të gjithë pa përjashtim tek Zoti, o ju besimtar, nëse dëshironi të jeni prej të shpëtuarve. Ndërsa ata që nuk pendohen, për ata thot Allahu xhalleshanu men lam yatub fa ulaika humudh zalimun. Ndërsa ata që nuk pendohen, ata që nuk kërkojnë falje, ata që nuk kthehen, ata janë zullumqar, ata janë padrejt, ata janë parsisht padrejt ndaj vetes së tyre, pastaj janë padrejt ndaj njerëzve të tjerë. Sot është ligjërata e dytë e këtij stacioni. Kemi folur në ligjëratën e parë për rëndësinë e pendimit, për llojet e pendimit, për historitë atyre njerëzve që janë penduar dhe çfarë mirësish ka pendimi tek Allahu xhalleshanu. Ndërsa sot do të flasim për pjesën e mbetur, shpresoj që të mos jetë shumë e gjatë. Nuk e dim ne se kush është penduar sinqerisht tek Allahu xhalleshanu, sepse nuk e dim se çfarë kanë zemrat e njerëzve. Nuk e dim kush u pendua sinqerisht dhe nuk e dim kujt ja pranoi pendimin Allahu xhalleshanu, por e dim që Zoti gjithmonë na thret dhe na fton në pendim sa jemi gjallë, sa nuk ka dalë shpirti prej trupit ton, sa s'ka lindur dielli prej perëndimit. Atëherë, si mund ta dim që një person, parsisht ne, mos e drejtojmë gishtin tek tjerët, por ne, na është pranuar pendimi? Si mund t'i kuptojmë ato shenja të cilat na tregojnë që pendimi ynë, kthimi ynë, kërkimi i faljes ka qenë i sinqert dhe Zoti na e ka pranuar pendimin ton? Se çka në zemrat, e thash që nuk e di askush, e di vetëm Allahu xhalleshanu. Mirë, po shenjat janë disa shenjat që tregojnë që njeriu është penduar sinqerisht dhe inshallah Zoti e ka pranuar pendimin atij. Shenja e parë e pranimit të pendimit, vëllezër dhe motra, është pishmanllëku. Pishmanllëku që ndjen njeriu kur ai ul kokën e tij, kur ai është shumë pishman për atë që ka gabuar, për atë që ka kaluar, kur i vjen turp nga vetja e tij, kur i vjen turp nga Zoti. Kjo ndjenja e pishmanllëkut është ndjenjë shumë e rëndësishme. Nuk është pendimi, vëllezër dhe motra, një fjalë goje që thuhet qoftë dhe me zot lart, qoftë dhe me mikrofon. Nuk është pendimi thjesht një moment sinqeriteti që njeriu pendohet dhe e fshin ai gjunahun e tij. Ai që fshin gjunahun është Allahu xhalleshanu, kurse robi gjithmonë është pishman për gjunahun që ka bërë dhe gjithmonë e shoqëron ato një farë frike, nëse ka për t'ia falur ose jo Allahu xhalleshanu. Prandaj pishmanllëku, kjo ndjenjë brendshme e fuqishme
qortimi gjithmonë i vetës së njeriut dhe ai loti i përhershëm i pendimit, që thamë që është loti më i pastër që ekziston. To janë disa shenja që tregojnë që njeriu është penduar sinqerisht tek Allahu xhalleshanu dhe inshallah Zoti e ka pranuar pendimin e tij. E dyta që tregon që njeriu është penduar sinqerisht dhe atij është pranuar pendimi, është heqja dorë nga gjunahu. Nuk mundet të imagjinohet pendimi i njeriu teksa ai është duke bërë gjunah, është duke bërë tjetrin gjunah, thot o Zot na fal, se jemi të dobët, edhe vazhdon ta bëj gjunahun e tij. Ky nuk është pendim, ky nuk është kthim, përkundrazi është tragjikomik, është të tallet njeriu me veten e tij, i kërkon Zotit falje teksa ai është duke bërë gabimin. Prandaj gjithmonë kushti i parë i pendimit është të shkulesh nga gjunahu, apo ta shkulesh gjunahun nga vetja jote, është largohesh prej gjunahut. Prandaj heqja dorë nga gjunahu dhe urrejtja e gjunaheve. Sa herë që shkon mendja tek ai gjunah, tek ajo keqje që ke bërë, ta urresh gjunahun, ta urresh dhe ndoshta edhe atë ditë që e bëra gjunah. Edhe sa herë që shikon gjunahe të tilla që bëhen, të kesh një ndjenjë urrëtie, por ndjenja e urrëties nuk është ndaj personave që bëjnë gjunahe. Ndjenja e urrëties është ndaj gjunaheve. E urrejmë gjunahun, por nuk e urrejmë personin që e bën atë gjunah, sepse dhe ne ishim ata gabimtar. E urrejmë të keqen brenda vetes tonë, por nuk e urrejmë veten tonë. Prandaj ajo shenja e dytë që tregon që njeriu është penduar sinqerisht tek Zoti është që të heqë dorë nga gjunahu, nga e keqja, nga gabimi që ka bërë dhe ta urrej sa herë që të shkoj mendja tek ai gjunah, tek ajo e keqe, ta urrej atë. Edhe jo të ndjej një farë lezeti. Ka njerëz që kur tregojnë gjunahet e tyre, mundet që njeriu të tregojë gjunahet e veta që të tjerët marrin mësim. Ndoshta më e mira është dhe ta mbulojë njeriu gjunahun e vetes tij. Por ka disa që e shpjegojnë gjunahun e tyre më aq hieshi, më aq bukuri, më aq art, sikur janë duke aktruar përpara njerëzve të tjerë. Dhe kuptojnë që ky njeri ndjen një farë lezeti teksa shpjegon gjunahet e tij. Ky është tregues se njeriu nuk është penduar sinqerisht tek Allahu xhalleshanu. Shenjë tjetër atyre që janë penduar sinqerisht tek Zoti është se ata gjithmonë përpiqen për ta kompensuar ata që ka kaluar, për ta zëvendësuar atë me punë të mira. Sa herë që ju kujtohet një gjunah, ata mundohen të shtojnë një punë të mirë, të shtojnë një namaz më tepër, të shtojnë një ditë agjërim, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam thot pasojet keqen me të mirë, që e mira ta fshit keqen. Treguesi që njeriu t'i është pranuar pendimi është se ai mundohet që për çdo gjunah që ka bërë të bëjë një punë të mirë. Nëse e shikon njeriu që nga rruga e keqe është kthyer në rrugën e mirë, nga rruga e gjunaheve është kthyer në rrugën e mirësive, dhe ashtu siç kërkon të gjunahun, ashtu kërkon dhe sevapin, atëherë kuptoje se ky njeri me lejet Allahu xhalleshanu është për të penduarve të sinqert dhe për atyre që e ka pranuar Zoti pendimin e tij. Dhe shenja e katërt dhe e fundit që tregon që njeriu është penduar sinqerisht është nëse ai ka dëshirë të rrijë me besimtarët, nëse ka dëshirë të rrijë me shoqërinë e mirë, nëse mundohet të ikë shoqërisë së keqe dhe gjithmonë synon të rri afër të shkojë rrotull shoqërisë së mirë dhe nëse i do besimtarët, kjo është shenja që ai është penduar sinqerisht tek Allahu xhalleshanu, sepse ai e di mirë se e keqja erdhi nga shoqëria e keqe, dhe e di mirë se nuk ka si shoqëria e mirë, sepse njeriu është i dobët me veten e tij, kushdo qoftë ai, por kur është me vëllezërit e tij, kur është me xhamat mirë, kur është me shoqëri të mirë, ai me lejet Zotit është më i fortë dhe ndaj vetes tij dhe ndaj shejtanit të mallkuar. Vëllezër dhe motra, pendimi është urdhër prej Zotit. Pendimi është mirësi e madhe. Pendimi është stacioni që shoqëron njeriu në fillim, në mes dhe në fund. Por cilat janë rreziqet e pendimit? Cilat janë ato armiq që e rrezikojnë dhe e dëmtojnë pendimin? E para është shprehja e shumë dëgjuar, ka kohë, vonimi i pendimit. Shprehja do të pendohem, do të kërkoj falje, do të rregulloj këtë punë, nuk ka ardhur akoma koha. Kjo ndjenja e vonimit, pendimit, apo kjo shprehja do të rregullohem, do të bëhem më mirë, javën tjetër, muajin tjetër, Ramazanin tjetër, kur të shkoj në haxh, kur të shkoj në umre,
Kjo është një nga rreziqet më të mëdha që e dëmtojnë pendimin dhe shumica e njerëzve, duke na përfshirë dhe ne, janë pjesë e kësaj. Shumë njerëz e kuptojnë që janë duke bërë gabim, e dinë që duhet pendohen, e dinë që duhet rregullohen, por një nga strategjitë që përdor shejtani i mallkuar me shumicën e njerëzve janë pikërisht dy fjalë. Ka kohë për të rregulluar, ka kohë për të penduar. E thash, kjo është rrjeta më e madhe me cilën shejtani i mallkuar kap shumicën e njerëzve. Ajo që e ndihmon njeriu që të mos bjerë pre e kësaj strategjie djallëzore, çfarë është? T'ia kujtosh gjithmonë vetës e ta shkundësh atë, ti thuash se nëse pas ka kohë për pendim dhe gjithmonë ti justifikon dhe ngushton veten tënde me fjalën do të, a ke garanci për vdekjes? Ti kujtosh vetes tënde vdekjen. Vdekja nuk pret do të. Çdo gjëje mundet ti thuash, unë do ta bëj më vonë, edhe mundet ta bindesh, a arrin do ta frenosh vdekjen me ato që unë do të pendohem. Kush është ai që ka forcë, i thot vdekjes, engjëlli të vdekjes të presi 5 minuta, apo qoftë 5 sekonda derisa ai të pendohet dhe të rregullohet. Gjitha historitë që kemi dëgjuar janë se vdekja në shumicën e rasteve vjen pa pyetur dhe hyn pa marrë leje, hyn pa trokitur. Edhe shumë njerëz të cilët nuk është se kanë qenë njerëz këqij në zemrat e tyre, por kanë qenë gjunahqar, ndoshta e kanë ngushtuar veten e tyre pikërisht me këtë që do të rregullohen. Do të vijë dita që edhe unë do të bëhem njëri i mirë, por vdekja, shifni varrezat, çfarë moshe kanë vdekur? Me siguri që ata kanë bërë një jetë për të penduar, për të kthyer tek Zoti, mirë po vdekja si ka pritur, vdekja si ka pyetur. Prandaj kur njeriu e shkund veten e tij dhe i thot, a ke garanci për vdekjes, a ke forcë ta ndalosh vdekjen, a ke forcë ta vonosh vdekjen, dhe kur të rish sinqerisht me veten tënde, do të kuptosh se nuk të vlen më shprehja do të, dhe nuk vlen më vonimi i pendimit. E dyta që duhet të kujtoj njeriu vetes së tij, mirë o njeri ti e vonove pendimin, por duhet ta dish se për çdo vonim pendimi, për çdo gjunah që ke bërë të shënuar sipas hadithit profetik, një pikë në zemrën tënde, dhe ato pika kur shtohen formojnë një mbulojë, dhe mbuloja kur trashet, ajo mbështjell çdo gjë dhe vuloset. A nuk ke frikë nga vulosja e zemrës? A nuk ke frikë se mund vi një ditë që ti ke dëshirë të pendohesh, por aq e trashësh bërë shtresa e zemrës tënde, sa që nuk ke më forcë të kthehesh mbrapa. Pra duhet të ketë njeriu gjithmonë frikë nga veten e tij, nga vulosja e zemrës së tij. Prandaj dietarët gjithmonë kanë thënë, pendimi bëhet në moment dhe është ndaluar ta shtyjë njeriu pendimin. Mund ta shtysh namazin për të kohë, mund ta shtysh haxhin, mund të shtysh disa gjëra tjera, por për pendimin dietarët thonë që është në moment, sepse ti nuk ke garanci nga vdekja dhe ti nuk ke garanci nga ajo që thash është Zot na ruaj, është stresa që mbështjell zemrën njeriu dhe mund vi dita që njeriu ka dëshirë, por zemra është aq e mbështjellë sa që nuk e lën më dritën e pendimit të hyjë brenda saj. Kjo ishte armiku i parë i pendimit, vëllezër dhe motra. Është vonimi i tij dhe ajo shprehja do të pendohem, do të rregullohem, do ta bëj më mirë më vonë. E dyta është përsëri strategji djallëzore që zakonisht shejtani i mallkuar e përdor me ata që kanë bërë shumë gjunahe. Kur njeriu bën një gjunah dhe nuk pendohet, bën 2, bën 3, bën 10, bën me mira, siç është shumica e njerëzve të cilët kanë krijuar varësi ndaj gjunaheve të tyre. Ti je i sigurt se ky njeri e ka nisur me një gjunah. Se ka nisur me 1000 gjunahe, por vjen një moment që ai është totalisht në varësi të plot ndaj gjunaheve. Zakonisht me këta shejtani punon një formë tjetër, i thot edhe po u pendove, edhe po u ktheve, edhe po bëne më i mirë, nuk ka shpresë për ty. Ke bërë aq shumë gjunahe sa që është turp t'ja tregosh njerëzve të tjerë, jo më të kesh ftyrë ti të dalësh përpara Allahut xhallal shanuhu. Është pesimizmi që t'u akpus njerëzve shpresën tek mëshira e Allahut dhe tek falja e tij, dhe kjo është strategji djallëzore për të cilën Allahu xhallal shanuhu na ka mësuar në Kur'anin famlart, në një ajet që quhet ajeti më shpresdhënës dhe më optimist që ekziston në librin e Zotit. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Thuaj o robët e mi që e keni tepruar
jeni bërë ekstrem me gjunahe, aq shumë gjunahe keni bërë sa që e keni tepruar, prapë se prapë mos i këpusni shpresat nga falja dhe mëshira e Zotit, sepse Allahu i fal dhe i mëshiron të gjitha gjunahet e robit. Ky është ajeti më shpresdhënës. I drejtohet të gjithë dhe pa përjashtim, por veçanërisht i drejtohet atyre njerëzve që nuk kanë më shpresë tek vetja e tyre. E dini si është puna e këtyre vëllezër dhe motra, është si një i smur. Thot, unë kam smundjen, nuk ka doktor në botë që mund ta shërojë smundjen time. S'ka nevojë shkoj tek doktori, unë e di smundjen time. Këtë njeriu çfarë duhet t'i bësh? Këtë njeriu duhet ta marrësh ndoshta me forcë dhe me dhunë ta çosh tek mjeku. Ashtu është dhe puna e njeriu që ka tepruar në gjunahet e tij. Ai duhet ta marrë nefsin e tij, veten e tij me forcë dhe me dhunë, dhe shoqëria rreth tij duhet ta marrin ato me forcë dhe me dhunë, ta çojnë tek shëruesi i zemrave, tek Allahu xhallashanuhu. Prandaj daveti, thirrja për tek Zoti nuk është vetëm për njerëzit e mirë, parsisht është për njerëzit gjunahqar, për njerëzit që e kanë tepruar me gjunahe dhe kanë mbritur në gradën dhe në fazën që besojnë që kur s'ka fal atyre Allahu xhallashanuhu. Vëllezër dhe motra, pse Allahu xhallashanuhu do të dërgonte Musain dhe Harunin, dy të zgjedhurit e tij, tek personi që njihet që është njeriu më kriminal në botë, tek faraoni i mallkuar? A nuk e dinte Zoti fundin e faraonit? Pse urdhëroi Musain dhe Harunin, tha shkoni tek ai, flisni atij me fjalë të buta, me fjalë të ëmbla, ndoshta kujtohet dhe kthehet, ndoshta pendohet, i tha Allahu xhallashanuhu. Kjo është mësim për çdo njeri, për çdo besimtar, për çdo hoxh, për çdo ftues. Kur Musai dhe Haruni urdhëruan të shkojnë tek njeriu më i keq dhe më i lig, pse ne dënjojmë dhe nuk shkojmë, nuk dënjojmë dhe nuk shkojmë tek ata njerëz që janë gjunaqtar dhe gabimtar, a janë më të këqij dhe më të lig se sa faraoni i mallkuar? Kjo është shenjë që Zoti i gjithësisë e ka gjithmonë të hapur derën e pendimit për çdo lloj njeriu, çfarëdo që të ketë bërë ai. Lum për ata njerëz që bëhen çelës për zemrat e njerëzve. Lum për ata njerëz që bëhen si puna atij që e kap smurin dhe e çon tek doktori që të kurohet nga smundja e tij. Lum për ata njerëz që Zoti i përdor për davet, për thirrje, për ata njerëz që janë të ligë e ata njerëz që janë të këqij. Por nëse lind një pyetje këtu vëllezër dhe motra, nëse njeriu bën gjunah dhe pendohet, pastaj bën përsëri atë gjunah dhe përsëri pendohet, deri kur e fal atë Allahu xhallashanuhu? Njeriu të fal një herë, dy herë dhe tre herë. Por nëse njeriu e bën këtë gjunah disa herë, dhe sa herë që bën gjunahun pendohet, por e bëri për dytën, për tretën, për pestën, për 100.000 herë, thonë që i thonë me lajket Allahu xhallashanuhu, o Zoti i gjithësisë, sa herë që e bën një gjunah dhe pendohet, nuk shkon shumë, shkon e përsëri e bën atë gjunah. Deri kur ke për ta falur këtë njeri? I thotë Allahu xhallashanuhu, kam për ta falur atë, përderisa pas çdo gjunahu ai kthehet, pendohet dhe i kërkon falje Zotit të gjithësisë. Përderisa e di që ka një Zot përpara të cilit duhet pendohesh, një Zot që ja fal gjunahun, kam për ta falur robin tim çfarëdo që të bëj ai, me kusht që pas çdo gjunahu ai të bëjë një pendim dhe të kthehet tek Zoti. Prandaj kjo është një mësim tjetër, mos presim të bëjmë shumë gjunahe e pastaj të bëjmë një pendim të plot, të madh që t'i fshijë kreta gjunahet. Jo, pas çdo gjunahu, i madh apo i vogël, duhet bërë një pendim, i madh apo i vogël. Prandaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kur ta bësh një të keqe, pasoje atë me të mirë, se e mira ka për ta fshirë të keqe. Ndërsa smundja apo rreziku i tretë që rrezikon pendimin vëllezër dhe motra, është një smundje që i ka parsisht adhuruesit, i ka parsisht besimtarët, ata që bëjnë punë të mira. Është vetë pëlqimi me punët e tyre të mira dhe shikimi me injorim duke i përbuzur gjunahqarët. Pra kur e sheh gjunahqarin ti ke një farë vetë krenarie të brendshme, një vetë pëlqimi dhe fillon tallesh dhe injoron dhe e përbuz atë. Kjo është smundje e rrezikshme, sepse kjo i tregon njeriu që ti që ke mbështetur punës tënde, i e mbështetur vetes tënde, dhe tallesh me gjunahun e tjetrit që fare mirë mund t'ishe ti ai tjetri, mandje mund t'ishe ti më keq se sa ai tjetri. Prandaj kanë thënë dietarët, më mirë një gjunah që i çon njeriu në uljen e kokës, në pendim, edhe të kërkoj falje tek Zoti, se sa një punë e mirë
e cila e çon njeriu në vetë pëlqim dhe në një farë krenarie të brendshme. Ajo që e kuron këtë smundje vëllezër dhe motra që e përmenda, mund t'i kapi sidomos besimtarët dhe adhuruesit. Ata kanë një ndjenjë, mund të kenë një ndjenjë vetë pëlqimit brendshëm, por jo falënderim ndaj Zotit. Ky është vetë pëlqimi që shqyr, ja, unë nuk e bëj këtë gjuna. Shive tjetri si i bën këto gjunahet. Thash, është tjetër ta urresh të keqen dhe gjunahun, është tjetër të urresh njerëzit, sepse ti mund t'ish ai person, madje mund t'ishe më keq se sa ai person. Allahu xhalleshanu thot në Kur'anin famlart: "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Po mos ishte mëshira e Zotit dhe mirësia e Tij, askush prej jush nuk do të ishte i pastër dhe do të ishte besimtar dhe punë mirë. Askush prej jush. Dhe kjo është një thirrje që i drejtohet të gjithëve pa përjashtim. Mos kish qenë mëshira e Allahut dhe mirësia e Tij, ne do kishim qenë si ata njerëz, madje do kishim qenë më keq se sa ata njerëz. Dhe pjesa e fundit e kësaj ligjërate, vëllezër dhe motra, lidhje me disa çështje të rëndësishme në lidhje me pendimin. Pendimi është për të gjitha gjunahet pa përjashtim. Njeriu pendohet për kufrin, për mohimin e Zotit, për shokvurin e Zotit, për imoralitetin dhe zinan, për vrasjen e padrejtë, për gjunahet të mëdha dhe për gjunahet vogla. Për të gjitha vlen pendimi, sepse mund thot dikush i fal Zotit gjunahet e vogla, po këto të mëdhaja dhe të rëndat nuk i fal Allahu xhalleshanu. Allahu xhalleshanu kur na ka thirrur në pendim, na ka thirrur edhe për gjunahet e mëdha, edhe për gjunahet e vogla. Ama dikush mund thot, po pse atëherë thot Zoti në Kur'anin famlart: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allahu nuk fal dhe nuk toleron nëse njeriu i bën shirk atij dhe fal përveç asaj çfarë të dëshirojë. Pra, duket sikur nga ajeti kuranor thuhet se përveç shirkut dhe kufrit i fal Zoti gjitha gjunahet tjera. Në një kohë që ne po themi që pendimi e fal edhe kufrin edhe shirkut. Atëherë dietarët thonë, nëse njeriu vdes duke qenë jo besimtar apo mushrik, Allahu xhalleshanu nuk e fal këtë njeri. Çfarë do që të ketë bërë ai, sepse ai themelin e ka të prishur. Ndërsa nëse ka vdekur besimtar dhe unifikues ndaj Zotit, Zoti i fal gjunahet e tij. Pra, atëherë pendimi i përfshin të gjitha gjunahet, qofshin ato të mëdha dhe qofshin ato të vogla. Po ashtu, detyra ose çështja e dytë që e përmend pak vëllezër dhe motra. Pendimi bëhet në moment. Nuk lejohet vonohet pendimi për nesër apo pas një ore. Tregues është që Allahu xhalleshanu ka melajke që regjistrojnë punën e njeriu. Edhe transmetohet se melajket që regjistrojnë gjunahet e robit, atyre ju është dhënë një afat që mos e regjistrojnë menjëherë gjunahun e robit, me shpresë që ai kthehet. Ka dietar pastaj që thonë është 6 orë apo një kohë më gjatë apo e shkurtër. Por treguesi që Zoti u thot atyre, prisni mos e shkruani gjunahun e robit tim, me shpresë se ai pendohet, tregon që ti nuk ke drejt ta vonosh pendimin. Pendimin duhet ta bësh menjëherë pasi ke bërë ato gjunah. Meselja apo çështja e tretë që është shumë e rëndësishme për marrëdhënien njerëzore, vëllezër dhe motra. Haku i robit është tjetër muhabet. Ajo që kemi folur deri tani janë marrëdhëniet mes nesh dhe Zotit, gjunahet mes nesh dhe Allahu xhalleshanu. Aty njeriu për të penduar duhet bëhet pishman, të largohet nga gjunahu dhe të vendosit të bëjë mirë dhe të bëhet realisht mirë, të bëhet njeri i mirë. Por nëse njeriu i ka hyrë një hak dikujt tjetër, i ka marrë atij pronën, i ka marrë pasurinë, e ka përgojuar, i ka ram qafë atij dhe e ka dëmtuar, si bëhet puna? A mjafton pendimi ynë i sinqert tek Zoti, a mjafton të falim namazin e pendimit, apo të qajmë në sejdën tonë, apo të bëjmë dua që Zoti na fal të gjuna? Jo. Këtu ka një kusht tjetër ekstra përveç atyre që u përmendën deri tani. Është kthimi i hakut të robit, sepse Zoti nuk ndërhyn në hakun e njerëzve. E fal Zoti çdo gjuna që bën robi mes tij dhe robit e tij, ndërsa kur gjunahu apo e padrejta është mes dy personave, Zoti i thot kthej hakun robit tënd, se po s'ja ktheve hakun në dynja, drejtësia ime thot që ke për t'ia dhënë hakun ditën e Kiametit. Mund të jesh penduar shumë sinqerisht,
mund të kesh qarë, mund të kesh bërë sadaka, mas i ke bërë gjunah, por s'ja ke kthyer hakun atij personi. Prandaj kthimi i hakut është detyrimi për çdo lloj padresie, për çdo lloj haku që kemi mes nesh dhe njerëzve të tjerë. Nëse haku është i mundshëm të kthehet financiarisht, duhet ta kthesh atë. Nëse e ke të pamundur ta kthesh atë financiarisht, minimumi duhet të kërkosh halallëk atij personi, të kërkosh falje atij. Nëse i ke hyrë në hak moralisht atij personi, e ka akuzuar publikisht, por e ka akuzuar pa të drejtë, kërkimi i faljes është që ti të bësh autokritik publikisht, e të thua se ky njeri është i ndershëm, nuk e ka bërë këtë gjë dhe ky ishte gabimi dhe gjunahu im. Nëse është mes teje dhe atij personi, prap duhet shkosh të kërkosh falje atij personi. Nëse janë gjunahe që ke prekur nderin e tij apo çështjet e tij private dhe intime, këtu dietarët thonë kërkoj falje Zotit dhe mos shko ti thuash që unë ta kam bërë këtë veprim, ta kam bërë këtë veprim, sepse këtu sherrri dhe e keqja është më e madhe. Ajo që është për ta përmbyllur këtë vëllezër dhe motra, mund të falë Zoti gjunahet edhe sikur të jenë të mëdha mes nesh dhe Allahu xhallashanuhu. Por çdo lloj haku ndaj njerëzve të tjerë, atë nuk e fal, nuk e toleron Zoti i gjithësisë, por kushti i pendimit në këtë rast është ta kthesh hakun, nëse ke mundësi ta kthesh atë, nëse nuk ke mundësi ta kthesh, ti kërkosh halallëk atij personi në këtë botë përpara se të vijë bota tjetër, nëse edhe këtë se ke të mundshme, atëherë kërko falje për veten tënde dhe për atë person, që Zoti a da të ta falë edhe ta mëshiroj. Çështja e fundit, vëllezër dhe motra, është pasi njeriu pendohet dhe kënaqet dhe lehtësohet, sepse pendimi e lehtëson njeriu, i duket se të heq një barrë shumë të madhe që e ke patur mbi supë dhe në zemër. Më mrapa duhet të jemi të relaksuar dhe të qetë, apo duhet kemi një farë ndjenje frike. E vërteta është që njeriu edhe masi pendohet, besimtari gjithmonë ka një ndjenjë frike. Nëse e ka pranuar pendimin tënd apo jo Allahu xhallashanuhu. Nëse ka qenë pendimi yt i sinqert apo nuk ka qenë siç duhet i sinqert. Kjo ndjenja e frikës, kjo është tregues që ti je prej atyre njerëzve që nuk i mbështetesh thjesht pendimit tënd, por i mbështetesh Zotit të gjithësisë, edhe gjithmonë të shoqëron ndjenja e frikës. Prandaj është transmetuar sepse besimtari e shikon gjunahun e tij, edhe sikur të ketë qenë jo shumë i madh, si një mal që i rri në kokë, ka frikë se nga momenti në moment mu t'i bjerë mbi kokë. Ndërsa ai që e merr lehtë punën, e merr lehtë gjunahun, e shikon gjunahun e tij edhe sikur të ketë qenë i madh, si puna një mize që i qëndron mbi hund dhe thjesht lëviz gishtin e tij dhe mendon se miza është larguar. Prandaj besimtarët, ata që janë penduar gjunahqarët, gjithmonë e kanë patur ndjenjën e frikës, ama frika duhet të jetë e ekuilibruar, vëllezër dhe motra. Nuk duhet të jetë frikë e tillë e cila e bën njeriu pesimist, se dhe kjo është prej shejtanit mallkuar. Ne besojmë tek një Zot që është falës dhe është mëshirues, që e fal robën e tij edhe sikur të ketë bërë gjunahe sa shkuma e detit, edhe sikur gjunahet e tij të kenë mbritur në kupën e qiellit. Allahu xhallashanuhu i fal dhe mëshiron këto gjunahe dhe nuk pyet askënd. Frika duhet na shoqërojë, por jo të jetë frikë e cila na ma peng. Prandaj gjatë jetës tonë duhet të esim se puna ati zogut me dy krah. Në njërin anë është krahu i frikës, në krahun tjetër është krahu i shpresës dhe i mëshirës së Zotit. Ndërsa në momentet e vdekjes, shpresa duhet të jetë më e madhe se sa frika, sepse shejtani mallkuar vjen dhe e trem njeriu, i thot ty s'ka për të falë Allahu xhallashanuhu. Ko ti e penduar, ko ti e kthyer, a shumë gjunahe sa ke bërë ti, nuk e di ti ku e ke vendi, po e di unë. E trem njeriu, ndërsa në momentet përpara vdekjes, edhe njeriu vetë do t'i jap gajret vetes së tij, e t'i flasi vetes për mëshirë, por edhe ata që janë rreth e rrotull, duhet t'i flasi njeriu për mëshirën e Allahu xhallashanuhu dhe për faljen e tij. E lut Allahu xhallashanuhu për veten time dhe për ju, të na i fal Zoti të gjitha gjunahet, gabimet, mangësitë tona. Na fal Zoti për çdo farz të cilin nuk e kemi bërë. Na fal Zoti për çdo të mirë të cilin e kemi neglizhuar. Na fal Zoti për të gjitha mirësitë që na ka dhënë edhe s'kemi ditur ta falenderojmë Allahun xhallashanuhu. Na fal Zoti për të gjitha neglizhencat tona, për të gjitha mangësitë dhe taksiratet tona. Na fal Zoti për të gjitha gjunahet, qofshin ato të kaluara, e qofshin ato të ardhme, qofshin ato gjunahe që i mbajmë mend, apo gjunahe që i kemi harruar. Të gjithëve na mundsoft Allahu xhallashanuhu të trokasim pa pushim për çdo ditë, për çdo natë në derën e pendimit,
dhe na bashkoft të gjithë dhe Allahu xhalleshanu në xhennetet e tij, duke pritur tek dera e pendimit, e cila me lejet Zotit është dera që i hapet robit edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.